Përplaset me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap Dilmoqa që nga kanë ardhur në shtetin nga Durrësi, i kanë futur fugon dhe i kanë dhunu. Për këtë do përgjigjet policia e shtetit sepse nuk ka asnjë të drejtë të dhunoj protestuesit. I ka kap, i ka hedh fugon, nuk i ka fut si njerëz normal, i ka hedh çunat në fugon, si me qenë ne në fshat kur marrim një dërkucë e hedhim ashtu. Ashtu i ka hedh policia e shtetit. Tani ne do vazhdojmë protestën deri në fund. Kjo tokë do ju kthehet rjollorëve dhe kjo nuk është e diskutueshme fare. Asnjë nga personat që mendon që këtë tokë mund t'ja marrin rjollorëve, mos flani qetë se nuk ka për ta gëzuar tokën tonë. Ne nuk do lejojmë. Shpresojmë shumë që SPAK-u ta marrin vërtet në dorë këtë herë çështjen. Shpresojmë shumë që Prokuroria e Shkodrës mos flej gjumë mbi dosjen tonë dhe të na japi drejtësinë. Vetëm kaq kërkojmë nga institucionet, të japin drejtësi. Nuk është favor, nuk është asnjë gjë tjetër përveç se drejtësi. Falsifikimet i kanë në zyrë gjitha gjanat. Ne jena të mbrojt pronën tonë, jena të keq trajtuar pronën tonë dhe kjo nuk është as pak e drejtë. Policia e shtetit, shteti shqiptar duhet ju dalin në zot qytetarëve të vetë që janë në drejtën e Zotit. Jo të marrin në mbrojtje kriminala. Kjo është një thirrje shumë e madhe që kanë për Prokurorinë e Shkodrës. Heto dosjen sa 1 minutë më parë. Mos lejo që të përkeqësohen gjanat në këtë vend. Situata është e caru, ne jena caru, jena sulmu nga policia, jena sulmu nga njerëzit e fatmirëshpellës dhe normalisht edhe na kena një pikë kusose durimi. Ndaj Prokuroria e Shkodrës do jetë institucioni i parë përgjegjës në qoftë se ndodh gjëra minimale në rjoll.